Policia e Lezhës ka arritur të zbardhë vjedhjen me dhunë të ndodhur gjatë natës së 28 prillit në banesën e një 66 vjeçari në fshatin Gajush të Lezhës. Sipas bluve, si rezultati i hetimeve të thelluara të kryera nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Lezhë dhe ato të Drejtorisë Vendore të Policisë Lezhë në bashkëpunim me Prokurorinë e Lezhës, janë vënë në lëvizje duke identifikuar dhe arrestuar autorët e dyshuar të ngjarjes. Konkretisht, në kuadër të operacionit telefonata u identifikua u kapën dhe u vunë në pranga shtetasit Klevjan Ndoj, 22 vjeç banues në Mirdit me precedent penal, Andi Sanco, 21 vjeç banues në Korç dhe Lorenz Leshi, 22 vjeç banues në Tiranë. Nga hetimet e kryera dyshohet se 3 shtetasit janë implikuar në vjedhjen me dhunë të $1.500, 880 eurove, 5 milion lekëve dhe një armë gjahu në banesën e një 66 vjeçari në fshatin Gajush, kryer në orët e para të mëngjesit të datës 28 prill 2025. Në vijim të operacionit nisi procedimi në gjendje të lirë për babain e shtetasit Klevjan Ndoj, shtetasin GN 50 vjeç, për veprën penale për krahje autorëve të krimit, ndërsa materiali procedurial ju referua Prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme.